Mirë se erdhët përsëri në Reze Dielli, jam me numerologen dhe astrologen Liza Gjika. Mirë se erdhe dashur, kënaqësi që të kemi këtu. Mirë se u gjeta, faleminderit. Të herë për një panoramë astrologjike apo jo? Po. Jemi në një muaj vjeshtë gjithashtu, e po ashtu. Shumë e bukur. Të gjitha shenjat e zodiakut kanë ato karakteristikat e veta. Patjetër. Secila në sezonin e vet. Tani shkëlqen shumë për shembull pjesa e virgjëreshës, peshorja, pastaj vjen akreti, shigjetari, të merat, domethënë duke u nisur dhe duke u afruar dhe dimri. Janë shenja të forta, janë shenja, sidomos virgjëresha një herë që është e ndryshueshme, e paparashikueshme për disa gjëra, shumë analitike në fakt, por dhe me shumë gabime. Varet analiza që bëhet në vetvete. I themi ne ande nga ana jon, i bën sapet panxhi, pa pyetur hanxhiun. E kupton, por është shumë analitike dhe shpesh herë dhe ngatërohet në analizat e veta. E kupton, ngatërohet shumë, se janë shumë të thella. Do të ketë shumë kujdes, sidomos kjo periudhë, meqense nisëm te virgjëresha, meqense jemi në stinën e vet, edhe te peshorja, do të ketë shumë kujdes në ushqimet e veta, se kanë probleme me enderat, me zorët. Do të jenë temaset kujdesshëm. Sidomos tani që futen edhe këto kimikatet, tani ku do vej virgjëresha, do ketë probleme. I pëlqen shumë sportin, mene shumë e sport, mund të jenë artista shumë të mirë, janë shumë të zotë, i ka përdzejnë, domethënë, nuk janë tipa që të lidhin kokën me shami, thonë çam gjeti, janë momental, po pasaja marrin revansh. Janë shumë elegant në mendime, duke sikur se u bën përshtypje. Në fakt u bën përshtypje, e kam bërë analizën, po marrin mendime në vetvete. Kjo është një nismë shumë e mirë dhe për disa shenja të tjera që janë të fjetura, që vriten në vetvete, kurse virgjëresha është përcimtare. Ndaj dhe quhet shenja e të ndryshueshmeve. Dhe këtu marrim të gjithë iniciativa dhe ndryshojmë në shumë aspekte. Ne nisëm me virgjëreshën, duke qenë se përfundon koha e saj është fundi i shtatorit, fillimi i tetorit, siç jemi tani në këtë javë të tetorit, por do t'i marrim me radhë të gjitha shenjat e zodiakut sepse na pëlqen të dimë çfarë na karakterizon ne secilës shenjë. Patjetër, po nisa që këtu me që është kjo pjesë. Është kjo periudha e vjeshtës së virgjëreshës. Atëherë kemi Dashin, që Dashi është gjithnjë iniciator, rëmbehet shpejt, do të jetë gjithmonë lider në fakt, dhe është, nuk është se s'është. Po këto varen edhe nga disa data. E kupton, jo të gjithë mund të jenë lidera, por disa data e bëjnë lider. Duan të tërheqin vëmendjen, mërziten kur nuk e vëmendje tek ai njeri. Dashët janë shumë të mirë në organizime, në për, çfarë i thonë, kompanirat mëdhaja apo ushtrira çfarë. Din t'i ndajnë detyrat, shumë bukur, kanë një mënyrë organizimi. Janë shumë të fortë. Mërziten shpejt dhe kanë një dhimbje koke të tmerrshme. Për shanset e tyre duhet veshin të kuqe në shetyre, Marsi është i kuq. Janë shumë luftarak, ngrinden shpejt dhe mërziten shpejt, dhe mund të zihen shpejt me këta. Janë shumë punëtor, përpiqen jashtëmase, janë ballë për ballë me peshoren, kanë shumë mirë të fortë pjesën e dashurisë, çështjet sentimentale, por dhe të pasurisë. Ditë ndajnë bukur këto gjëra. Ti menaxhojnë, po. Tani kemi demin. Demët janë pak kokë fort. Duhet jetë fjala e fundit në çdo pozicion. Shpesh u mbasin edhe shoqërinë apo misin, ose marrëdhëniet që kanë, vetëm nga vendimi i fjalëve të tyre. Janë filozof, janë shumë të mirë, janë shumë të dashur, janë shumë shoqëror, bëjnë shumë për shoqërinë, por gabimi i tyre është vula, domethënë duhet jetë ky ai që të vendos. Dhe shpesh herë ngelen dhe vetëm, t'jenë shumë të kujdesshëm. Por që se merren me bizneset, din t'i menaxhojnë shumë bukur gjëra. Nëse janë në një val me partnerin, qoftë me gruan apo me të dashur, ose me partneritet në raporte pune, janë në një val, shkojnë shumë bukur, kombinojnë shumë mirë. Nëse nuk janë në një val, mos rrin afër demit. Se janë ata që do vendosin për patjetër, dhe personat e tjerë gjithnjë zëmërojnë dhe mërziten me të. Është natyra e tyre, nuk është se mund ta bëjë me qëllim i gjë, po është natyra e tyre. Kështu janë, është agent. E ka brenda vetes. Se desha thosh edhe një agent tjetër të Dashit. Janë shumë xheloz, ndaj ecin shumë, konkurrojnë gjithnjë në mendjen e tyre. Domethënë, letra e tyre personale është xhelozia.
Shumë e Pra, e ke theksuar. fjallën, janë gjelozë dhe të tjeve dhe kanë ambicet e tyre Në të për të gjitha ecur përpara. aspektet, letra atyre është gjelozia. E kuptova. E kupton? Po, folëm për Dashin dhe Demin, kalojmë tek zodiaku tjetër. Kemi binjakët, se radhën e parë ne nga bisedat që bëm, haruam peshoren. Kritikat pa fund për peshoren. Peshorja është me mira nga gjitha, ta dini këta. Po nuk e haruam, ne thjesht ndryshuam Se dhe radhën. zodiaku e ka vendosur në mes peshoren, Balancon. sigurisht, të gjitha marim nga peshorja. Kështu që nuk harrohet peshorja, se s'na harron peshorja ne. Atëherë kemi binjakët që janë shumë të vrullshëm, shumë të shpejtë, të shkallët, të zotë, në të gjitha aspektet, gjithë një ecin përpara. Konkurenca me shpirtin e tyre është shumë luftarake. Në njerë themi që dashi, por dhe gabojmë. Sepse dashi është i përqendruar te punët për të ecur, po është edhe për të karriera. Ndërsa binjakët bëjnë disa punë në të njëjtën kohë dhe ja arrin. Kanë një forcë të jashtëzakonshme të menduarit. Nëse një binjak është i kualifikuar mirë, si ata për shembull si moderatore, si puna jote, avokate, juriste, të që janë këto, dhe se ka mërkurin, ditë të flasi shumë bukur, do më thënë, merë notën 10. Njeri ju vlerësoj nga ajo që flet, dhe nga ajo që vepron. Ka dhe një shkëlqim në sytë e tyre. Janë shumë të mirë, sporti ju pëlqen jashtë mase, janë shoqëror, te i mase shoqëror, në dhe mënyra e të folrit të tyre është shumë e bukur. Jo të gjithë, se varet dhe qëfar kulture kanë, qëfar mësime kanë marë, ku janë zhvilluar, ku janë trajtuar, qëfar familje shërit, të gjitha këto janë... Ndikojnë pa tjetër në formimin e tyre. Të formimi njeriut. Pasaj futemi tek gaforja. Gaforja është protokolle. Ban vetëm protokolle, nuk e shkel protokollin e vetë, është shumë e kujdeshme se ndjen gjithë një pasiguri, trëmbet nga misit e forta, se diçka do të ndodhë, dhe më thënë gjithë një ikën me këtë parantezë. Janë shumë të qeta, janë shumë të dashura, janë shumë të buta, po të kesh në një problem mund t'ja thuash gafore, se është e mendushme, mendojt mi nuk nëziton, ta thot bukur atë që ka, ose e thot troç mendimin e vetë. Është kështu, për mua si e shikon se çdo njeri, ka kënd vështrimin e vetë. Kështu që shikojmë një të stabilizuar në fakt. Ka dhe ajo tallazet e veta, sepse është shenja e ujit dhe varet se si ndikohet, dhe ndikohen nga hëna, kuptohet. Desha thoshet e gaforja që primare kanë gjithmonë duhet vishen me perl, pana, është ngjyra e tyre, ajo portokallia e vrarë si e drurit, është ngjyra e tyre shumë e bukur. Në periudha kur kanë për të bërë në një event, apo diçka, apo në një që vjen për intervista, që janë këto. Të gjitha shenjat duhet veshin ngjyrat e tyre. Ose të mbajnë në një gur, ose diçka, që e kanë të tyre, kjo është energji. Merë dhe dritë, merë dhe... Vishet me atë energji, ndjetë bukur. Me që se nisëm të ngjyra, të shenjat e më pashme, binjakët... Dashi ka të kuqen, Demi ka ushtaraken, atë blun marin, të marinarve, si quhet ajo. Binjakët kanë kafen, kanë dhe jeshile brënda. Kupton? Gaforja si shkam ngjyrën pana dhe perl, ka perlën si shëna. Ka perlën, ka dhe atë portokallon. E vrarë. E vrarë, që duken nga dielli në buzë të detit. Pastaj futemi të luani, që ka të verdhën, ngjyrën e diellit. Luani ka epicëndrën e vet, ka diellin që ndriçon. Janë të qetë, të duruar, janë të ngrohtë, janë të dashur, janë shumë miqësor, janë të fortë, por më të forta janë femrat luanesha. Janë shumë të forta, janë shumë të zonja, ditë të drejtojnë shumë bukur. Edhe në biznes, edhe në shoqëri, në miqësi, e mbajnë ndezur ambientin, kurse luanët janë pak të tërhequr. Do të theksoja tani për këtë, se siç vjen, do të kenë kujdes luanët, jo të gjithë fitojnë me këto lojrat e fatit. Këta janë të dhënë mbas kësaj gjëje. Se shpeshherë fitojnë në fakt, po kur fitojnë janë ato që kanë lënë këta, janë pa pratë e tyre. Dhe këtu gabojnë, e kupton? Nuk dua ta them këtë gjë, por shans kanë ata. Kjo është një rrjet, domethënë, një rregull. Janë ata që kanë lindur në 5 safi, jo që vjen nga përbërja, si për shembull 14-ta. Apo kupton, apo 23-shi. 5 safi, ose 5 në fund. Por në qoftë edhe viti është njësh me ta që del 5 në fund, të janë shanset që të ndodhin një në kaq kohë, më kupton?
Si vjetë për shembull që është 2025, që del një nënda është alate shumë e mirë me 5-ën. Por jo ata që kanë lindur të rinjt, ata që e kanë kaluar dhe kanë numrin 5 në të ardhmen. Këto janë disa sekretet të vogla të numerologjisë, e kupton se ngatrohen ca njerëz. Dhe shumë njerëz nuk dinë horoskopin e tyre. Unë mund të flas për Luanin, ai mund të jetë dash, po mund ta ketë horoskopin me orën e lindjes. Luani, dhe thotë, unë nuk jam Luan, thotë, jam dash, po pse më doli kjo? Sepse ai ka horoskopi, mund të ketë hënën të Luani, në hartën e tij, cilin planet ka qëndror dhe ku janë këto. Domethënë ka dhe këto sekrete. Kalojmë tek vizhireshën e thamë, përmendëm. Vizhireshën e thamë që në fillim. Tani të themi atë peshoren se kemi frikë se mos na kritikojnë prap. Tani dhe haruam në një kujtoni vetë dhe thoni vetë. S'ka asgjë të keqe. Ja u rikujtoj përsëri se këtu jemi për kohë të gjatë. Analizën në sezon. Kemi peshoren që e kemi vendosur, është vendosur në mes, në qendër, që të marrim të gjithë ekuilibrin e saj. Peshorja ka një defekt. Më përpara, po ta pyesësh ose të krijohet një ambient, do thot gjithë një të keqen, por në të 100-ën e sekondës do ta lustroj, do fusë edhe të mirën. Nuk mund të eci dot vetëm në njërin krah. Detyrimisht do t'i fusë të dyja këto. I kanë agjentën e vet. Prandaj mos ja merrni për keq, mos u zëmëroni, mos u mërzisni, është natyra e peshorës e tillë. Njerëzit që e njohin dhe e din janë mësuar me këtë gjendje. Ata që se din, mërziten. Tani të pinë qikuj unë. Pishë qikuj, se në pas peshores do kalojmë tek akrepi. Është një listë e gjatë 12 zodiak, po si që the dhe vetë, që ne të gjithë mund të kemi zodiakun ton, por horoskopi është tjetër. Bëhet fjalë për ascendentën, pra kjo. Po, ajo është horoskop, të thot vetë. Horoskop, ora thot. Të orës, kur kemi lindur, përpara dhe çfarë fuqie dhe ndikimi që kemi nga planetet. Akrepët, kemi akrepët, janë shumë potencial, kam bazën e kundërshtimit, me çdo forcë bazën e kundërshtimit, në çdo lloj aspekti. Janë të fortë, kanë një memorie elefant, 10. Mbajnë mend shumë. Këta trazojnë shumë nga e kaluara. Kanë bazë familjen e tyre të madhe, familjen e vetë, domethënë, që ndërtojnë këtë. Prandaj kur shpesh herë kam thënë që kur doni një akrep, më mirë bini në dashuri më para me maman e akrepit, pastaj me akrepin. Janë shumë të lidhur, edhe gaforja është e lidhur me maman, po akrepi është më e dukshme kjo gjë tek ai. Bie shumë në sy. Janë njerëz të Zot, janë shumë të fortë, janë potencial, janë tipa të zjarrt edhe në anën sentimentale, duan fort dashurinë, janë besnik në të, nëse gjen një erotik shumë të fortë në dy palët, kuptohet. Nëse nuk e gjen, janë shumë të Zot edhe të shkasin nga duart. Nëse. Pra, ishte interesante ajo lidhja e disa shenjave me mamat e tyre. Po, gaforja ka hënën. Hëna përfaqëson nënën. Shpjelloria. Dhe të detyrimisht gaforet janë të lidhura me nënën. Absolutisht. Për shembull, luanët janë të lidhur me baballarët, kanë diellin. Do apo nuk do, e kupton? Dhe të shikosh edhe femrat luanesha janë shumë mashkullore, edhe si fizik. Këta merren shumë herë me sport, e kupton, e kanë shumë gjallë sportin. Do të kenë shumë kujdes nëse merren me sport. Gjithnjë duhet të bëjnë ecje, se do kenë probleme me qarkullimin e gjakut, do të thotë dikush apo doktoreshka. I mban astrologjia brenda. I përfshin disa elemente astrologjike. Akrepi, kalojmë tek shigjetarët. Jemi te shigjetarit, janë të fortë, të fuqishëm, të prekshëm, të dashur, shumë shoqëror. Dhe mërziten dhe shpejt, por ka shigjetarë që sulen dhe të kundërshtojnë, ka që tërhiqen dhe të lënë targën. Nuk merren, më kupton? Dhe kjo periudhë që po vjen tani, për shembull, është një periudhë shumë e mirë për këta, që i ndes disa motor. Karakteristike e shigjetarit është edhe këta kanë të kuqen, simboli i tyre, simboli zjarrit, përfaqësojnë zjarrin, kanë Jupiterin. Janë shumë të fortë, janë shumë besnik, e duan shumë shoqërim, bëjnë shumë për ta harrojnë veten, që në përgjithësi të gjithë duhet të harrojnë veten se bëjnë për shoqëri. Po s'desha veten, s'ka si duan të tjerë. Por shigjetarët e harrojnë ç'është e drejta këtë gjë. Kështu që të kenë mendjen në këtë rast tjetër. Po, bricjapët. Futemi te bricjapët. Këta vërtet e duan veten. Janë të vetmit që e duan shumë fort veten. Duan fort veten, duan fort buxhetin, luftojnë fort, janë karrierista, ecin, bëjnë disa punë, si që xhepin e tyre ta kenë të sigurt. Domethënë, unë shikoj pas siguri tek bricjapët
ndaj dhe luftojnë fort që t'jenë ngrohtë në anën e materjes, e kupton? Financiare. Kështu që luftojnë shumë fort, janë dhe shoqëror, kanë dhe një humor të lindur, që është e drejta, janë pak të shpërndarë në shumë aspekte, kanë shumë shoqëri të shpërndara kujt ja prishë, kujt janë drejq. Megjithatë janë njerëz të dashur, janë njerëz të mirë, janë njerëz të fortë, janë punëtor. Futemi te ujorët. Ujorët? Ujorët janë dallojnë si mençuria e zodiakut. Shikojmë pak më larg. Të zgjuar jemi të tërë, që e kapin prap. Ata mendojnë për tutje dhe i shikojnë gjërat me një shkallë më tutje. Janë inteligjenta dhe këtë e thash, të gjitha këto si është formimi këtyre njerëzve. Disa njerëz që ose kanë disa ëndra, si për shembull te ujori që jemi se kështu më vinë këto flesh, nuk e kanë realizuar nga pengesa sistemi, familja, shoqëria, do t'i realizojnë diku më tutje, se këta shikojnë shumë larg, do thosh edhe ne shikojmë, do kesh në një planet brenda të ujorit. Shikojnë shumë larg, kanë mënyrën e të folë, janë nervoz, janë shumë nervoz, ka shumë te ujori që flasin pa limit, pa pike dhe pa presje, ka shumë të tjerë që nuk flasin fare, më kupton, por janë shumë të mirë për shoqëri, këta kërkojnë paqe e drejta, janë njerëz të paqes. Dhe shenja e fundit? Peshqit. Janë shumë delikat. Dhe çuditërisht, si Bricjapi, se Bricjapi, të kthehem pak, Bricjapi kokën e ka dhi në majtë të malit dhe këmët i ka në det, peshk, gorgona. Këta janë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Dhe kanë disa karakteristika të përbashkëta, si të çështja e parave. Peshqit janë shumë të lidhur mbas paras, profesionit, karrierës, ecin shumë, me shumë forcë për të arritur atje. Por, kur të dilni me peshqit, nuk do thoni që do dalin për ka, qëra shumë t'i thuash. E kupton, nuk e lëshojnë shumë paran. E duan fort, e kanë shumë qef. Mund të aprishin për qefin e tyre, po paraja do t'jetë në xhepin e peshqve. Është më se e domosdoshme. Janë dhe tipa shumë të lëvizshëm, nuk mund të përqendrohen dot në një vend, nëse arrin një qëllim, syri shkon për më tej, domethënë është gjithnjë duke ecur dhe duke kërkuar në eksplorim. Janë shoqëror, janë delikat, qajnë shpejt, preken shpejt, janë empatik, e kupton, kanë gjëra shumë pozitive. Por të gjitha këto kanë dhe pjesët negative të tyre. Po janë të minimizuara, jo të gjitha mund të jenë të forta. Unë nuk po i përmend se cili e di pjesën negative të veten, po përmend vetëm pjesët më të bukura dhe të forta që keni. Ndoshta edhe këtë pjesën e dobët ose negative ose e dim vetë. Jo më komforte të shenjtë tyre, do t'i lëmë herë të tjera, se duhet t'ja vëmë në pa. Do t'ja vëmë në pa, herë mbas here si mbas shenjave të tyre që kanë dhe këtë dhe këtë. Në sezon apo në kohë. Qartë. Se ato vinë në sezon dhe në kohë në fakt, në pozicione ose në situata. Qartë. Mirë, e dashuri do të falenderoj shumë. Shumë faleminderit për gjitha karakteristika dhe panoramën astrologjike që i treguam secilës shenjë. Do të shihemi përsëri javën tjetër. Shumë faleminderit, Rofsh, ishte kënaqësi për mua. Faleminderit. Kesh një javë të mbar. Ne do të përshëndetemi së bashku. Kalofshi dhe ju një ditë të bukur.